Falenderimet, lavdrimet I takojnë Allahu Gjalla Gjalaluhu, krijuesit, furnizuesit, udhëzuesit ton. Salatët dhe selamet, përshëndetjet tona më të mira janë për dashurin ton dhe dashurin Allahut, të zgjedhurin e gjithë pejgamberëve të Zotit ton, Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastër, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë pasues sunetit të tij të pastër deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, tubimet tona, mejliset dhe ndejet tona për fat të keq, shpesh herë janë bë tubime të gibetit, përgojimit, të thashethonave, tubime në të cilën nuk përmendet emri Allahu Teala, nuk përmenden parimet e fesë, nuk përmenden fjalët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, mirë po janë shndruar në tubime të përgojimit të njëri tjetrit, të marrjes në gojë të mangësive të njëri tjetrit, burra qofshin apo gra, dhe në këtë formë na kalojnë tubimet tona të cilat për fat keq janë ulë në një nivel shumë të ulët intelektual. Thjesht se s'ka tubim në tubimet tona që dikush ka me të citu ndoj ajet apo ndoj hadith, apo dikush ka me të tregu ndoj fjalë të ndoj hoxhe për ndoj mesele të dinit, përkundrazi nëse gjendet një I tillë në mejlis, shumë ma me ëndje kanë qef me këqyr një serial, një film, një këngë, një muhabet përgojimi të tjetër kuj, sesa me dëgju një ajet, një hadith, apo një mesele të fesë së vetë. Po tregon një vëlla tash, në fillim të gjyqëtorit të dytë, tha qikën që e kom klasë të parë, mësusja po e pyet tash, me njëherë ditën e parë, edhe po I thot, si keni festu fëmijët, po I pyet të gjithë, si e festu të vitin e ri, si keni festu, që të gjithë po të regojnë ku kanë festu, ku kanë qenë, që kanë bën. Dhe sa thot, kur I ka ardhur rendi qikës time, klasë të parë, që s'ka festu, edhe thot qika jo, se kem festu në vitin e ri, mësusja ja kthen dhe thot, po se ju jeni musliman. Dhe kjo fjalë, po ju jeni musliman, shpesh herë po e njim. Si jep dorë, po ti musliman je. Së thu se këta janë shkije e shkina për mrapa. Këta për rreth. Mi për nësë aludën kjo diqka, aludën që hala kena popullin livad. Hala popullit foli, hala fëmijët e këti popullit, fëmijët e këti gjematit, fëmijët e këtyne muslimanve të këti vendit, hala festajnë, po flasë për Prizren, për qada tjera, s'po flasë. Për Prizrenin tonë që krenohemi me 3 të kësur gjami. Hala ky vend, hala feston vit 3. Hala fëmija të regon se si e kanë festu natën e vitit 3. Hala shkrepim neve pushk. Për shka, mbi 3-4 milion euro u hargjun me petarda natën e vitit 3. Dhe ku janë shkrimet e atyne pis gazetarve që I shajnë haxhin edhe thënë shumë hargjime bëbon për haxh, pse ata nuk qohen edhe me shkru për këto hargjime maramenc, e masene u lëndu, jo gishti, jo put, jo syni u qorru, u qorrofshin kret, heq më së mërzit për t'illet. Mirë po mërzitëm për gjendjen e ignorancës që I ka kaplu shoqërin ton. I fol rafsh, I fol fernës për shami, rafsh, I fol dyqangjis për raki, rafsh, I fol për telefona mos mi shtin gjami, rafsh, I fol për çka do që të folim, të gjithë I kemi rafsh, veç ngojmë, mire ki, po pe të bëjmë me tonën. Folim mos me prej kredit bankës, rafsh, folim për bidatin mos mi bo, rafsh. Atëherë Rabbul Alamini na dërgon kështu në siç na ka dërgu gjendjen e muslimanëve. Të përgojesh të tjetrin në gjunahin e tij pa emën është luftimi I gjunahit. Por sot do të merremi me përgojimin e tjetrit duke ja përgoju mangësitë e tija që Zoti ja ka dhënë. Me emën filani, filan mësusja, filan njeri, filanja, kjo në Islam quhet të nderuar vëllezër përgojim. Do të shohim rastet kur është ndaluar përgojimi i njerëzve dhe kur është I lejuar përgojimi
i njerëzve. Por përgojimi si përgojim, ose gibeti, është prej mëkateve të mëdha. Dhe Allahu Teala në shumë vende në Kur'an dhe pejgamberi alayhis salam në shumë hadithe të tija na e ka ndalu përgojimin. Dhe thot Allahu Teala në surat Hujurat ajeti 12: "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da." Mos shpiononi njëri tjetrin, mos përgojoni njëri tjetrin. Në Islam është ndaluar me njëri me shku me shpionu dhe dikon që pin alkool dhe me shku te kadia te gjykatës së Islam dhe më i thon e kum pa filani po piraki. Ku e pa, valla kom shku edhe kom hi edhe e kom këqyr mrenda në shtëpi pa lejen e tij. Ky rrihet ky person. Kësi shpionazhe nuk lejon Islami. Me shku dhe me shpionu tjetër kënd është ndaluar. E mos flas më për sot shpionat e sodit që gjithë një prej dëm baba dëm, prej zamanit. Po më kallzon një polic, këtë javë. Po më kallzon në për fshatna që po bëjnë patrollimin në përsende, heq pa i vetë, të nalesh me pini kafe, të afrohen njerëz, namin e shpionazhës të bëjnë shqiptar. Namin. Po thojnë që ky që atje, qështune, aj që qështune, këtë ta dolafe ma bete veç kështune. Për një me tha ishte meselja, si policë të tash pesho, për një me ishte meselja që thëshin që jena konë shpionat shkirë. Shumë tha shpionazhe madhe. E në millet, pa e vetë, prej hasetit, vjen edhe shpionon, për hiq, jo do se në tha shumë thjeshta, tha veç me shpionu, prej hasetit, prej zilis, veç marak me shpionu, shpion popull. Na kur gjës për dim për shkijet, që atë ndodhë, me po na qka dojmë me bo, na kret na dinive që kemi të bo. Mas nëre krenohemi, na shqiptarët kena pas besën. Dhe me thonë, qaq pas kem qenë, pa besë, kur ka dhonë dhe njëni besë, u ka një filoni i kish besën e fort. Në qështu pe kuptoj këtë mesele, se s'pe shofë sot ku është ajo besë, për ku e kemi qatë besë. Në gjdo send, në luftohën qështet e dinit, e pëse du të marë mësusja me thonë, ju jeni musliman, tamam, ju jeni musliman. Dësa na tjerë, ju qka jeni ju tjertë? Qka jenë të tjertë, që po festajnë? Ata e din për vetën e vetë, po në vorrezat të gjithë për lypin me hymë me vorrezat e muslimanve. Pytë Allahu Teala, këta shpionat dhe këta të cilët përgojeni, se gjatë shpionazhës kime përgoju, dhe është lidh me një herë mas shpionazhës është lidh, wala yaghtab ba'dukum ba'da, dhe mos e përgojoni një tjetër, thotë Allahu Teala. Mos përgojoni një tjetër. E yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. A don dikush për juve që ta hajë vllaun e vet, mishin e vllaut të vet të vdekur, e ju e urreni këtë punë, thotë Allahu Teala. A ka marak dikush gjenazë me hangërt një njerit, me qenë kanibal? A ka marak dikush? Të gjithë kemë me thonë, jo, asë njëni zdejmë. Me dëgju aty këtu në zikur që po dëgjëm këtë civilizimin e sot që më perendimor, që hajnë njerëz të vdekun, e presin edhe e hajnë, e qesin sub, pshurin gjenazë. A i pam në ushtartë, Amerikanë se që ka bëjshin në Afganistan, dje i pa, pshurin. E masaj qomi shqiptarë, na. Nuk ka kjo të bëje me Amerikë, me Kosovë, me shqiptarë, me atone, me këta. Kjo ka të bëje me njerëzi. Edhe mesin e tyne ka qenë, edhe mesin tonë ka qenë. Bile qeni është gjunah me përgoju. As qeni se ban me shku me pshu një gjenaze. Nëse në hoqë, rand do fjarë për folë. Halki, zinajën ka bëjnë, jënë ka bëjnë dhunë në qështjen e gjenazëve, dhe neve duhet me folë, mos e folë, hoqë, këtë lafë. Me urinu në gjenazë, edhe me inqizu vete në video dhe me plasu në internet, ja se që ka ju bëjmë neve muslimanve. Musliman të sodit, që munohen plan për plan me imitu në veshje, në modë, në media, në shkollë, në festa, në vitri, në gjdo send, në raki, në haram, në zina, në zhveshje, kur vjen meselja edhe gjenazën të pshurën. Për fat të keq. Se thot Allahu Teala, tuhibbunahum, wala yuhibbunakum.
Ju i dëni pa besimtar, pa ata juve si ju dojnë. Walan tarda anka al-yahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum, dhe s'kan më kon të kënaqë mas jehudit as krishterët derisa nuk hynin dinin e tyne. Mirë po, avazi janë i servilve. Më një për, më mësni, kuku për një, o lele, o kuku. Non stop hizmetçar. Kur krenarit vetën, gjep. Një me hi serbisht me fol, 101 mu kon shqiptar, këtë më nomi serbisht me fol. Ka kosi bez vrava, shtasi, shtav. Ha, një me na hi me gjidis, turqe, këtë turqisht fol. Jena, në gjen, jena hizmetçar, në gjen. Me keqarë dhe përdëm disa për shqiptarëve tanë, për në gjajnë shumë me qenin e sharrit. Qenin e sharrit është shumë luftarak, për nuk është agresor. Me po mi hi uki e mytë. Qeni sharit është shumë i mirë, hizmetçari i mirë për ato që jamush sahanin, pjatën. Edhe poplin tem për shohonin këtë formë. Ai që përshkon Zvicër, sytë për t'inzirë për Zvicën. Kuku be uqbe, vetë që se ka një islami, bo Allah matë mi se na janë. Valla boll mirë të forë, se që shpisho tonë, tu vjetë, tu bo zina, tu bo rena, mire ki që për më thujen matë mi se tonë. Mi që bedin. Shkon Skandinavi, këta be uqbe matë mi se na. Shkojnë Turki, këta be uqbe matë mi se na. Shkon Amerikë, këta janë matë mi se na. Katë shkon, si qeni sharit. Musha sahonin qeni sharit për qatë person. Han, edhe gjumë, edhe të mytë. Musha sahonin tonëve, kushtja mush, me qëta është. Këtë Osmanlia i fort, këtë me Osmanli. Sultan e sultan, Tyrk elhamdulillah. Sot mu kanë përëndimi i fort, këtë me Amerika. Ko pëdojnë këtane, shamin s'pëdojnë, tu shamin, shaje. Po ka darë shamia me kryq pëdojnë, rënof Tereza. Qka të lypin veç? Veç qka të lypin, na për që ato jene. Ka nevoj mundru mentaliteti i publik ton, vllazni. Ose është pyetje degenerim genetik, ose është në pyetje mentalitet shumë i ullet, i cekt. Krenarin ta ka dhënë Islami. Dhe tha Hazreti Omeri, kem qenë popullin e shtrum, i në qmum. As persiant, as bizantin s'kan lyp mi pa arab, me po a'azzan Allahu bil Islam. Allahu në ngriti me Islam, dhe kur nitën krenar me Islam, Allah i bani sundimtar. Kur e lëshun Islamin për dorëve, Allahu Taala i nënçmoj dhe i nënshtroj kërshi armiqve të tyne. Që ashtu në bani edhe neve. Momentin që fillu mu nënçmu me një vetin të poshtru edhe të ullt për shkak përkatësisë tonë islame, i vjen marra dikuj me hec me një femën që ka shami, me një djallë që ka mjekër. Hoxhës i vjen marra me hec me njonin që ka mjekër. Në medrese i vjen marra medresës me pas qik me mantil, edhe i thot zbën me arë qika me mantil, pa shami bën, medrese me mantil zbën. Allahot i janë kohëmi për gjendin tonë të muslimanëve. Allahin e kemi dhe ankesat jemi të i parashtru të Zoti i ynë, por fjalët tona janë për përmisimin e gjendjes tonë. Muslimanët sot duhet më munu me endru gjendjen e tyne. E kjo gjendje vllazni ndrohet nëse shtem dashni me njëri tjetrin, nëse mbrojmë njëri tjetrin, nëse ruajmë nderin dhe mallin e njëri tjetrit dhe gjakun e njëri tjetrit. Prandaj tha Allahu Taala në Kur'an, mos shpiononi, mos përgojoni, mos bëni gibet njëri tjetrin. Se kjo ka mëkatin më të madh se sa me hangër mishin gjenazet vllaut tan. Dhe një ditë ishin tunajt sahabët bashkë me Resulullah sallallahu alaihi wasallam, unini erë keqe. Erë softinë tamam se ma penini kët erë. Po ja Resulullah tha, e dini çfarë erë është? Tan Allahu dhe i dërguami i tij e din më mirë. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, kjo erë që po e ndini, tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, është erë e gibetit të njerëzve. Allahi ato fjalë i shëndroj në erë për me e një se që kanë bon. Hadithin tjetër, Maiz ishte një sahabi i cili u gurzu, hadithin e transmeton Abu Davudi dhe e ka se një din gjejit. Maiz u gurzu për shkak zinas që kishte bo. Dhe gurzimi është për forma më të keqe të dhënies së shpirtit. Dhe bëhet vetëm në raste kur je i martuar edhe ke bë zina edhe të kanë zënë 4 dëshmitarë. Është shumë rast i rrallë, po ky ka ardhur dhe ka kallëzu vet.
Se me dëshmitare kje shumë vështirë me ezan njërin në akt dhe atë sikur shpata që është në këllëfin e vetë, kështu du të me qenë intimiteti mashkullor në intimitetin femror. Nëse kështu e shohin dëshmitarët, kanë drejt me dëshmu tek kadia. Jo, nuk kemi të drejt, edhe nëse i kanë pa të zhveshën, nuk kemi të drejt me dëshmu tek kadia. Dhe Resulullah s.a.s. tu e pa këtë gjendi ju dhimt, ky vlla, se me gjithat ishte musliman i pendum, me po një për të pranishme me tha, është të dhënë shpirt si kur të softina, si qeni të soft është të dhënë, kada ka dalë për jep shpirt. Kjo i pengoj shumë Resulullah s.a.s. Kjo laf. Dhe shkoj tu hecë rrugës e pa një gomar, që ofshit ndërum, një magar të soft. E tha pejgamberi sa ape mirni me hongër që të magar. Tha një Resulullah, aha të softina. Tha Muhammed a.s. atë që e folet për vllahën e juaj është gjunahi më i madh se me hongër që të softin. E sa herë na folim, filani kështu, filani ashtu, filani. Me fol dukurit si folim, emnat i folim. E bani e kthej, ai kështu ose shpikim shpesh herë për vëllezërit edhe për motrat tona. Prandaj kishte pa Muhammed a.s. në varr të u bë azab, një prej tyre ishte personi i cili barte fjalë mesin e njerëzve. Tjetri nuk ruhej prej urinimit prej syve të njerëzve. E bante ku mund të urinën. E tha Resulullah s.a.s. janë të u dënu që të dy që tashën në varr, ju si nini, po Allah ja bani me ndëgjua të za, tha për një sen që ju e konsideroni të vogël. Çka është ajo? Pse ka bë urinën para syve të njerëzve? Edhe pse ka bajt fjalë mes njerëzve. Eja për një që për thot filoni për ty. Njitave që shtu deshta me të kalzu të adin me koki pun. Jo, veç për të kalzaj. Që kjo është në mime. Në mem. Ta njerëzën gjehnem lej. Që përgojajnë edhe që bartin fjalë mesin e muslimanëve. Prandaj Allahu Taala na i ka ndalu një gjë të tillë. Ajetet dhe hadithet janë shumëta. Me po thot Muhammed a.s. një dit i hidhrum që njënte se ende po përgojen njerëzit. U amajti një fjalim Rasulullahi sallallahu a.s. hadithin transmeton Imam Tirmidhiu dhe Sheikh Albani i tha këti hadith sahih. Tha Rasulullahi sallallahu a.s. O ju musliman, ju drejtu muslimanve, që keni besu me gjuhët juaj, po imani ende s'ka hynë zemrat e juja. Që kjo është shumë më rëndësi. Me besu me gun, po imani mos më kanë ingulitën thellë në zemrat tona. Se më kanë imani thellë ingulitën në zemrat tona, ajo zemrë si tutët kuj, përveç Allahut, dhe ajo gjuhë nuk fol asgjë përveç atë që e kënaq Allahin dhe pejgamberin a.s. Dhe sa Islam ngoj është në fol me po pak me frym era, me abo dikush shtone edhe me i kuku qam gjetë. Dhe sa Muhammed a.s. thoshte, o ju që keni besu me gjuhët e juja, por imani nuk ka hy i plot në zemrat e juja, mos i përgojoni besimtarët muslimant dhe mos kërkoni mangësit e tyne, për arsye se ai i cili i kërkon mangësit e vllaut të vet musliman, Allahu ka m'ia kërku mangësit e tia, e Allahi kujt ja kërkon mangësit, ja shpalos dhe turpron atë, po qoft edhe në shtëpinë e vet çka ka bën. Me shku, me këqyr, në disa gra, kur qkejnë dika i këqyrin, qohën, ajo del me atë që qajnë, këto qohën me këqyr aty në a ka pluhun ajo, që për fundi me këqyr, kur e ka fshin, televizorat, tentene, që ka bon. Allah të pështran, ka thonë Muhammed a.s. në shpiton dhe vjen edhe të pështran. Cilët janë sebepet? Pse përgojojmë, ndërum vllazë? Pse bëjmë gibet? Pse i përgojojmë njerëzit? Pse kjo kënaqësi në përgojimin e njerëzve? Kur hungjën 2-3 vetë me bo muhabet, hajde hungjëm i pak po bëjmë gibet që të ne. Pak ka probleme të imanit, pak keme probleme të ahlakit, pak keme probleme që janë problemet tona, ne merrem me problemet e halkut. Ne merrem me të tjerët. Në një prej sebepeve shkaqeve kryesore që na shtyn përgojimi i tjerëve është hidhrimi me dikant.
mashkull qofta për femën. Si të prishet me njani, e ke pa me po mu prish me një shok, si të prishesh me ta ose me shoqe, femra me shoqen e vet, edhe kretë sekretet që ka ditë për ta, fillon me ja qitë në mejdan. A pe den ajo që mi kanë deri dje shoqe, ajo kanë kështu, ajo pa të thonë për ty qështu ne, ajo pa të kalzu për ty qështu, po si besojsha, po budalli isha kanë, se shumë i shkon që ashtu meselje, e ky kështu, e aja ashtu, aja. Hidhrimi në njerëz bën që njerëzit të përgojojnë të tjerë. Si ti dhe nëot, me dikënd pritë rafalin që i qetë. Pa dhe kur t'jen kësi me gjlisi, që dikush po përgojohet, mbrojen derin ati muslimat, mës le përgojimin e dikuj. Si të njës dikush me përgoju dikënd të thuj vla, nale. Ki qka ki, s'pëdu me dhe gju, në i sen të keq për vlaun. Për arsye se Muhamedi a.s. me dha definicioni, se të ne qka thënë, po kur gjos jam të ishtu, jam të kalzu, qka është? I tha një Rasul, i pyti pejgamberi a.s. dhe tha, e dini që është përgojimi, thanë Allahu dhe i dërgumi i ti e din më mirë. Tha gibeti, përgojimi është, mja përmend vlajt tënd ata që s'ka qeft, mja përmend kur të është prezent. Dhe ky përgojim mundet më bon forma ndryshme, me fjalë. Ky përgojim mundet më bon me isharete, me sy, që, po të palën. Ka për mrap. Ose mund mja bo kështëne, ose kështëne. Përgojimi, mi përmend vlajt tënd, qoftë me fjalë një mangësi që e ka, qoftë me isharete, qoftë me video, qoftë me shkrime, gjdo sen konsiderohet përgojim. Dhe këtu ne ta shfrytëzoj rastin të them aty në paparasive musliman që po i shkpusin derset, edhe po qesin titull bombastik, edhe po qesin hoxhën që të mbledhin sa më shumë klikime në për internet, edhe pastaj ne po lajnë tonë shamje avrate, none, teze, shka ka, mja sha, ta din se këta janë të i përgoju dhe janë sebe përgojimin e hoxhallarëve dhe dave të qive. Nëse e ke bësh këputjen pa e vetë hoxhë, e ke qitë, atëherë do të me mbrojt nderin e ati që i ke qitë dhe mos me lan shamje dhe përgojimin e ti, i fshin ato gjanat. Se ka thonë Muhamedi a.s. Gjdo musliman i cili e le vllahun e vetë musliman pa përkrahje në momentet, këtë hadith e transmeton Abu Davudi dhe Sheikh Albani i tha hadithit sahih. Gjdo musliman që e le pa mbrojt e vllahun e vetë musliman kur ati i njolloset nderi i ti, kur përgojohet, kur nënçmohet dhe të jelem pa mbrojt, qa pa t'jen pun? Ka darso, pse be po përzijesh, po lebe qa kanë në medvetin në të bëjnë ata qafën e ta thejnë, ti qa po përzijesh, ti pse po bash i keq, e keni, nanat e babat njeve, na knaqe me nasihatet mira. Kur s'tjep nasihat më qunë në gjamije sende, këtë do nasihate, as i pari baba më së bën, as i mrami, i pari e haplum, i mrami shkel, mes babarrin, mes. A kur duhet me fitu pare, pubre e vladbe, kur gjo si sheko, djem të filoni, te zga gji, shleperasha u ban, ti dajve ju kështë ga, hic ke ga ka baba. Kur dojmë me isha, gjithë ka dajtjen e vladbe. Kur janë të meqëm, ka na kanë ga. Po ti pa shkolli, kam pas në meqëm i konë, po së një shkolluna. Gjithë kur do në mu livdua, të najen e vladbe ta. Më dhe ta pejgamberi a.s. Allahi këtë person që eru në vllajën e vetë, Allahi ka me erujt në dynjo në ahiret. Pa e person që si eru në deri në vllajët vetë, tha pejgamberi a.s. Allahi ka me ba që edhe ati mi ju nënçmu emni dhe nderi i ti, edhe aj më u bo sakës tek tjerët. Sakës në përgojim, si sakës i këmë bo emnat e njerëzve. Në dhe shumë më nënësi mbrojtja e njerit kur të përgojohet pran te. Dhe kjo vlen, thash, edhe për ata të cilët po bëjnë shkputje me derset hoxhallarëve, pastaj pelojnë për më usha, ta dinë se halal nuk e kanë, as prej neve, po dhe të Allahu Azza wa Jall kanë me dhonë përgjithësi. Po ashtu në herë për shkaqeve që të shtin me bo përgojimin e të tjerve, është kur njerëzit hatri shoqnis shuj. Hajmë mos prishemi, se jemi shok na që qëtëne, edhe ata po fillojnë, sikur që e ceka që thënë të ne mos u përzi.
mos të prishëm me dosin, mos të prishëm me shokun, mos të prishëm me shokun e klasës, në klasë, po bëhet gibet i arsimtarit, edhe arsimtari mu bëhet gibet, është gibet. Mu në nëqmu, sjellet e tia, gestikulacionet e tia, dhe gjdo ser që bësh një imitimin e ti, me qëllim të njollosis e ti, se kur tha Muhammed a.s. a dini që është përgojimi, thanë Allahu dhe i dërgumi i ti e din më mirë, tha Resulullah s.a.s. përgojimi është, kur ti ja përmend vllaut tënd mangësi që i ka, e ai s'kishte pas qef me ja përmend kur të është në pranin e tij. Kur ai këto s'ja përmend, kur sa ja përmend. Than po ja Rasulullah, nëse ja përmendim atë që e ka, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse ja përmend atë që e ka, që kjo është përgojim, nëse ja përmend atë që se ka, kjo është shpifje. Dhe gjunahi është më i madh. Aisha radiallahu anha një ditë e përgojoi Safijen, e cila ishte e shkurt. Kur dur tha, e shkurt që ka për Safijen. Muhamedi alayhis salam që neve sa herë them i koka i hull, koka i trash, koka i shkurt, koka i gat. Asa herë neve kësi lafe, folim dhe si avem vesh. Muhamedi alayhis salam i tha Aishës, ja Aisha, di që ke fol. Çka ja Rasulullah? Tha që ky llaf i yti mu pas qitë në deti, kishte me turbullu deti. Që ky llaf? Na që si lafe për ditë folim. Ysa i trash koka që ky, ysa zaif, qa qkalis koka që ky, qa koka që kjo, qa koka që ajo, koka që shtu, koka që ashtu në aja apo ky person. Apo neve kësi gjana, sa dush flasim në përmejgjlisë tona dhe fare nuk javem veshin. Dhe një prej sebejve për vështë, mos të prishemi me shok, neve i bëjmë gibetin. Hajtë adhune për i bashkan gjitëm karavanit të këtyne personave. Po ashtu vetë mbrojtja, kur vjen dikush edhe të thot në shtëpi, zakonisht ndodhen këto sende. Atje ke thy bardakina, jo pasha zotin une, po vllai ka thy. Me njëherë e kallëzën, kush e ka bon. Hiq pa e lyp, hiq pa të thonë dikush tjetër, jo me njëherë. Shkon, ose prej tutës pa i thonë dikush shkon, thot që rune se kom bo, ka bo ky, mos më thuj mu mas nene, që ti e ke bo. Edhe kjo është gibet, subhanallah. E sa të shumë të janë format e këtila të gibetit shpijat tonë. Po ashtu, haseti, zilia, kur nëzansit e qenë zili një një tjetër, kur kolegët qenë zili një një tjetër, kur hoxhallarët qenë zili një një tjetërin, dhe mundohen mi gjithë bahane mangësi ati. Edhe qka, thët, nashta mirë, pse e shese për lavdrejnë tjeret, nuk ka bashimi në filan lëndë, nashta matematikën e denve që në kimia rafsha, kur gjës mërvesh. Munohet me njëherë me i kalzu ku është i dëbët, munohet me e përgoju me njëherë. Nashta që shtune, po di me fol kjo hoxha, po që tune si ka punë të mirë, pe fol që të lafin. Jo po thej ka hoxha shumë shpesh kastravec, po thej ka dhe ka mangësi. Ona e prezanit kastravec e përdor për njërin i cili është i papjekum se duhet. Kjo nuk është me ta sha. Edhe tash njerëz duhet me dallu meselet se kur është sharje, kur është tregimi gjendje se një njerit apo një personit. Prandaj zilia është për shkaktarëve kryesor që shtit njerëzit me përgoju njëri tjetër. Kur do me kallëzu vetin që është më i mirë sa që ja ka zili, atëherë fillon me u kallëzu njerëzve mangësit e tia dhe me bën në çmimin dhe uljen e personalitetit të tij tek të tjerët. Kur lejohet me përgoju dikënd, se përgojimi konsiderohet për mëkateve më të mëdha. Me po ka raste kur është jo vetëm e lejume, por edhe kërkohet që të përgojohet dikush. Për shembull, kërkohet përgojimin në shkencën e hadithit për me i rujt muslimant, për njerëzve të cilët janë transmetues të rrejshëm, muhaddithinët, ulemaja e hadithit, gjatë hulumtimit të burrave transmetuesve të hadithit, që kanë bo? Kanë bo verifikimin e gjendjes aty në personave. A janë konë musliman, as janë konë musliman. A janë konë devotshëm, a janë konë fasikam katar. A kanë qenë të sinqert, apo kanë qenë rëndësana. Imam Bukhariu veç pse ka udhtu me ditë me marr një hadith për një personi që ka dëgjuar se filoni për e ka thënë çet hadith. Që sa ka qenë i ndjeshëm në marrjen hadith. Me ditë po udhton, edhe kur shkon atje
para se më taku, pyet ku ka shtëpinë filani, them filan vendi. Dhe kur shkon e sheh atëne, të mashtru një kali, kinse po i jep hec ne, edhe e këqyra për je pushim ajo. Kur e këqyr, bosh dorën veç për më janë gjitë për kërpeshje e pas ka rrajt hajvanin. Edhe me një herë e këthejet, as selam nuk jep, as nuk takohet, as nuk donë me janë një hadithin. Thot kur ky din me mashtru, edhe një hajvan, ky mashtron edhe insan. Edhe këthejet dhe nuk merë hadith për këtij personit. Kaq kanë qenë të ndihshëm ata të cilët kanë regjistruar thënien e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Buhariu nuk regjistronte një hadith përveç se paraprakisht merrte abdest, i falte 2 recat, pastaj i shkruante hadithin. E për mbledhja e tij ka mbi 5000 kusur hadithe të vërteta. Më një hesab që tash, për 10.000 recate i ka kushtu shkruarja e një librit. Ne veton jetën me na i mbledh a na dalin as na dalin 10.000 recate që i kem bë për hir të Allahut Teala. Dhe këto kanë qenë nafile, jashtë farzave. E këta ulemaje kanë mund me përmend filanin edhe me thonë se filani i biri filanit është rëncan. Filani i biri filanit nuk është i sakt, din mi ndru në herë lafët. Se dikush i ndron lafët për me dal ma hesham. Në herë diku ja kallzon një muhabet, kur ta kallzon ai edhe ty do këtë interesant çaq heshëm që dej me e bë. Me sjellë me pështet. Ja shton do sende do sikur do që din me bunu me kerra. Golf 2 e merr ta bën më të mirë se golf 5. Shtin ta. Edhe të mesin syt mësën. Se këto plaka që po mënohen me shu vetin, me bo golf 6 me bo vetin. Lyju, ngjyju, piskillavu, zhveshu, qiti komp me damar, që ka që në mejdan, të kujtu që janë hala 3. Hala së pajtohen me fatin që moj e bo, që ka që e bo, dhe s'ki mo që ka me kalëzun në mejdan, hala së pajtohet me fatin, do me zor me ndru gjendjen e vetë. Prandaj ulemaj hadithit kanë të drejt, ulemaja kanë të drejt, hoxhallarët me thonë, nuk merret ilmi prej filanit, i cili thot këtë laf edhe këtë laf, se filani është tarikatçi, se filani është bidatçi, se filani është në kësi rase, kër ju të riqet vretja njerëzve rujën prej filanit, kjo është e lejume në din për mu përgojue gjendja e ati personit i cili është duke u përgoju. Po ashtu, kur të shkojmë me tregu të kadia për zullumin që dikush në ka ba. A ka mundësi me shku, për shembull njëri të kadia me thonë, filani më ka hin megje, filani më ka vjedh, po mos po ta kallëzoj jam nëse o gibet. A ka mundësi kështu, ne? Në kësi raste është e lejuar me përgoju gjendjen e keqe që një filan ja ka ba ati. Edhe me tregu se filani më ka ba mu zullum. Po ashtu, kur është e lejuar me bë gibet dikant, kur kërkon ndim prej diku që me enal dikant me të bë zullum. Mësuesi ka drejt me e thirr prindin e djalit dhe me thasë se çikës dhe mi kallëzu se është të bë zullum, po thën karrika, po thën der, po thën dritare, po sillet vagabond, po bjerthika në shkollë, a bën këto mi fol, bën. Bile kërkohet që të shkohet të kujdestari dhe ti tregohet për gjendjen e ati personit, për kujdestarin e fëmijët, djalit apo çikës, edhe të kallëzohet. Po ashtu, lejohet me përgoju njëri nëse vjen dikush edhe të pyeten çka thube për çikën e filanit, e ti e din së është laperice madhe në ora 12, kthehet natën, a kthehet as kthehet të natën, me thonë shumë na mos di ka. Çik baxhanakit e kam, qik dajes e kam, qik të vllavit e kam, edhe unë do të me livdu. Edhe janis ky lavdatat në adres të saj, të e dit se nuk është qashtu. Kësi rase që du të me bo? Du të me kallëzu. Pre obligimeve të muslimanit ndaj muslimanit është, kur të lyp këshill me e këshillu. Te ne që ka bëjmë? Ja mu mësën vetë, s'di. Kjo rren. Nëse din dhe të ka pyet një musliman, e ke obligim me i kallëzu që ka din. Sa rase neve tash për më vinë mu, vëllam ka marë në qaf filani, ma ka livdu, më ka thonë kështu, a i shkon kështëne. Ose a i shkon kështëne. Pse s'ke kallëzu, që për lipe më përzi me hinë belavnë? Jo, s'përri, jo.
ku s'duhet çka bën gibet, ku duhet me fol, nuk folen, rianash, e merr qaf të tjerë. Prandaj këto janë raste kur është e lejuar me bë përgojim të njerëz, me kallëzu çka din për djalën ose vajzën. Edhe ti ki djalë, edhe ti ki vajzë, dhe nëse kime kërku këshillën e dikujt, nëse ty dikush tradhton ti sot që shpet tradhton emanetin te dikush tjetër, si kime një vetin nesër, ha? Me ta prun ty në rrëspit sokakin, me ta banu se të shpise nënt nipave tu, si kime një vetin? Sigurisht se kime qenë i idhnume, kime malku e kime shatë personin që të ka tradhtu në emanet. Prandaj emaneti, kur të lyp dikush prej teje, kime e këshillu. Nëse shet djalin e dikuj, ose qikën e dikuj, në rrugë jo tamam, kape, që të afërmin, këshillu, ose të afërmen, thuj, jem të patë të hecë me djem, nalë të poshtu sjell, përmiso vetin se i kalzej babës. S'panim në kësi lafi. A i burri s'pi kalzën babës, qika jotëm ka rraspi e shkyme, a i s'pi kalzën, e kam i kalzu ky. Zina e madhe deri në gojë, në sokaqe, kur kush pëlshon nuse. La ilaha illallah. Heq, kret kabull. Ama second hand, dora dytë, e 12 all kipi marrë unë me 2 dur. Ec. Merre. Edhe e shtin në shtëpi. Çfarë non kjo nesër mund më bë? Çfarë gru nesër mund më bë? Pse po një raste po shkon te print. Kur po shkon te print, trak nusja qelsin tik të nona edhe frajerin e pare ka, se kjo i dyti si ka hongër pala për frajerin e parë të saj. Edhe veç për ti frajerin, hajde ti jaron, hec edhe një herë, se në herë ty të kom përqej, fren takar, hec ti me mu. Edhe po vjen frajerit e shpia nonës, edhe po bon zina, në ora 4-5, pja qel derën, hajtë si këtër, që tash mush me shku, me se në tën para ditën të flet, qa ki barki për më zdiq, o bia nonës, mu kas mu nona, mu kas mu bia. A që shtu ta ban mas nene? Ajo që ka provu një hera para teje, 1 e 2, ku me di se s'ke vetë kërkant, ose dikush po të kalzon, rruju, se është e përdër që kjo ne, ty nonën ta bëje ta këtheje, qa hamam t'i ki me ta, une du, une s'ni për ta, une kështu, une ashtu, ani, ja po shërrin, pra, se hajnë nuk ka të ajo. E mas nene a gabova. Prandaj thë Allah Teala, zinaqar ka martohet me zinaqarin, prostitutja me prostitutin. Besimtari, ai i cili është i ndershëm me të ndershme dhe ndershme martohet me të ndershmin. Mos gaboni me pranu femën të përdërt, kini haram me marë femën zinaqark, që ka bo zina. As vetë zguzon me bo zina, as femna zguzon me bo zina, as zguzon me martu femnën zinaqare. Përveç, nëse ka bo të obet Allah, jo me thonë, kom bon veç jem pendu, se ndë pës po falda, maze, s'ka isharetet pendimit për Allah, po isharete jem bo pishmën se mos për më shën ti. Kjo së është të obe, që ti regulloj punët me ty. Të obe është me regullu punë me Zotin, jo me robin, me personin në fjalë. Po ashtu lejot me përgoju njëri kur të kalzën në mangësit të ti për shkak të identifikimit të ti, po duhet me kalzu si dëshmitar. Ko e ke pas dëshmitar, e kom pas filan qorrin, e kom pas filanin që është topalla, për dinaj që topallon ka pak. Nëse është tregimi mangësis për shkak të identifikimit të personit në fjalë, kjo është e lejume. Mirë po, nëse është identifikimi ati personit për shkak të nënçmimit, atëherës nuk është e lejume me tregu për gjendjen e ati personit. Prandaj të ndarun vëllezër, ta ruajmë gjuhën tonë. Të mundohemi në maksimum me rujt edhe nderin e vëllezërve dhe motrave tonë. Mirë po në të kohë edhe ta ruajmë nderin duke e rujt nderin në përshpia tonë. Ta ruajmë nderin e çikave tonë, grave tonë, me edukimin e tyne në Islam, me mbulimin e vërtetave të tyne. Pastaj të shkojmë dhe të këshillohemi me njëri tjetrin kur të shohim dukuri negative, se thotë pejgamberi sa kush sheh për ju me një të keqe, le ta ikë me dorë të vet. Nëse s'mundet me gojë të vet, nëse s'mundet me zemër të vet, e ky është imani më i dobët. Imani më i dobët. Në çetë iman të dobët jemi.
Jo, valla, s'po m'pëlqen, po s'po foli, mami, se po prishna me kret. Ja, s'po foli. Që s'po fol. Rrin pleq në për shtëpia, nuk den me fol. Folin si do vanu sa ballëki. Se mos të qu, mi thon dikush, a u qove baba flajte. Ama kur duhet me dhon nasihatin, nuk folin, mos të prishëm. S'ka mos të prishëm. Kemo prish me nirin me kallëzu, mi thon, mas pari aty në trive mi thon. Mos shko me njëherë te prindi. Shko te i riu. Edhe këshillo. Nëse vazhdon, atëherë shko dhe merr vesh me prindin, me burrin. Ka mundësi me burrin, ka mundësi me gruan. Se burri është rrëspjen, burri është zinaqar, burri është rakigji, burri është drogirash. Do të me shku edhe mu këshillu me dikon. Ja me babën ati djalit, ja me vllaun, ose nëse e don nevojë edhe me vet gruan. Edhe me i kallëzu këtë situatë. Unë kom rase kur njëri të kallëzon për gruan, thot unë shkoj me lathën në kuzhinë, gruaja filonet vjen edhe më thot mu kështu në me ty du ose ashtune. Qa me bon këto sen? Tu ki me këshillu këtë majmunicë. Edhe me të rek vrejten, edhe një herë fole këtë laf të burri ku me të qumë. Vazhdan e lajmëron me një herë të kujdestari i saj. Erun edhe vete prej zinas, edhe këta në erun prej zinas. Me po gjendjen morale është shumë e keqe. Se ne si o gjallar shumë telefonatat këqia marim. Sendet që menja zarar, si hisë shkon mendja, se qka është të ndodhë në popullin tonë. Qfar pytje dhe qfar gjendje kemi të mjerë të popullit. Edhe nëherë kjo për reflektohet me pesimizëm edhe në ligjeratat tona. Se po të plas zemra me të një farë sendet të një atëhere, për duhet me o të rejk vrejtë muslimanëve, edukoni vetën dhe familjet e juja me islam, nëse dojmë me pas shoqëri të pastërt. Të përgojojmë ku duhet me përgoju. Me po përgojimi më i mirë, çka është, a dini vllazni? Përgojon Allahun dhe pejgamberin alayhis salam. Bën në llafin e Allahut në aspekt pozitiv, se s'ki që ka kallëzon mangësi për Zotin. Nëse ki me marrë dikon në goj, merë Allahin në goj. Dhe thuj ka thonë Allahu Teala kështu, ka urnu Allahi kështu, ne ka ndalu Allahi këtë. Merë në goj Resulullah sallallahu alaihi wasallam të e përgoju hadithet e tia. Thuj në ka thonë Muhammed alayhis salam kështu, në ka thonë ashtu. A për dëmë për dikon me fol. Fol për Allah, fol për Resulullah, fol për sahabe, të i përmend fjalë porosit e tëne, le tjenë me gjdiset e tonët në këtë formë. E jo, i shkon feloni kështu, e aj kështune, ose me shti dikon me kesh atyre në me gjdis, edhe me ja përmend mangësit e dikuj. A bedinaj ma gjypi ati, ha 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 ha, a bedinaj me mjekat modha, ha ha ha, ma se në hala mazi. Këto janë gjibet, dhe për këto do t'ipen logari për Allahut Taala. Allah na përmirësoft ja Rabbi. Allah na bëft inshallah për atyre që thot Muhamedi alayhis salam, kush mi garanton 2 sende ja garantoj xhenetin, kush garanton atë që ka mes buzëve të veta dhe atë që ka mes këmbëve të veta ja garantoj xhenetin. Zapto gjuhën, edhe zapto nefsin tënd, ndale nefsin tënd, epshin tënd, e kita Allahu Taala xhenet. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ta për jamësam kush beson Allah dhe ditë gjykimit, ose let fole hajr, ose let shukate. Allah na mundsof gjithë foljen e hakit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.